Ditën e djeshme Beogradi u shndërrua në epiqendrën e një proteste madhështore ku mbi 100.000 studentë qytetar dolën në rrugë për të kërkuar drejtësi dhe transparencë pas tragjedisë në Novi Sad ku humbën jetën 15 persona nga shembja e një stacioni hekurudhor. Protestuesit fajsojnë keq menaxhimin, korrupsionin dhe ndërhyrjet politike duke konsideruar këtë fatkeqësi si pasojë të më shumë se një dekade qeverisjeje nga Partia Progresive e Aleksandar Vučić. Pavarësisht disa tërheqjeve nga zyrtarët të qeverisë, protestat kanë vazhduar të rriten, ndërsa studentët, avokatët, fermerët dhe taksistët janë bashkuar në kërkesat për llogaridhënie të plotë dhe ndëshkimin e fajtorëve. Në mes të gjithë kësaj situate të tensionuar, është raportuar se një pjesë e policisë refuzon të marrë pjesë në protestë, madje disa oficerë kanë vendosur të fikin radiot gjatë demonstratës. Një kolonel policie ka deklaruar për mediat serbe: "Si mund të dërgoj policët kundër fëmijëve të mi, të cilët janë student? Ata kanë qenë në çdo protestë nga Beogradi te Novi Sadi, Kragujevci dhe Nishi. Nuk duam të rrahin fëmijët tanë." Ndërkohë, presidenti Aleksandar Vučić ka paralajmëruar masa të rrepta ndaj protestuesve, duke akuzuar opozitën për organizimin e dhunës dhe duke premtuar arrestime për çdo që përfshihet në trazira. Pavarësisht presioneve, protestuesit janë të vendosur të vazhdojnë betejën për drejtësi dhe transparencë, ndërsa situata në Beograd mbetet e tensionuar dhe e paparashikueshme.